e hyni si CNN. Po, e vërtet. Në këto 5 vite, nështë ta mirë është në erë me e banë dhe një bilans kush ka ba më shumë opozitarizëm, mediat apo opozita nda Albin Kurtit. Se kam përshtypin që Kurti për një kohë gjatë... Mundet me u bo, por është njëjtë si kur me pyet kujtot ai fillimi jam, kush ka lujt ma mirë a referi, a lujtari. Arben, nuk jemi na në fush me ju. Nuk jemi na në fush me ju. Na jemi në fush me pushtetin. Edhe me vetë ti, kush ka bo ma shumë opozitarizëm, është njëjtë si kur me vetë a ka lujt ma mirë refere e lujtar. Mëre, shumicën e kohës nuk keni qenë farë në fush, kryetar. Këtu është problemi. Po mirë, nashta jo. Dje bile në debat, nëse ti na përcjell shpesh, dje në debat e thash ajo aksioni ti me kadriajt më duk sikur paraqitja e parë publike e opozitës pas 2020-s. Ju jeni ajo pjesa e arbitrit, edhe nuk jam të e shpikun këtë koncept. Kjo është koncepti i demokracisë. Mediat, shoqënia civile, institucionet e pavarura, gjyqësori, janë arbitri. Ai arbitri që nuk e lën politikën me shku deri në skajt edhe më u myt me zveti. Do të thonë se dush mi u referu dikuj. Me thonë arbitri lojtarëve, valla unë lujta ma mirë se ju, o çuditshëm, ti mundesh me thonë s'keni lujt hiç. Mundesh me thonë... E thash, s'keni qenë fare në fush. Po me thonë që unë lujta ma mirë se ju, do të nuk keni qenë fare në fush. Nuk keni qenë fare në fush. Po na jemi mundu bile me smela me dal ka herë prej, me dhon prej autit gol, po më nej, ose siç thashte Agim Batiri, me bë penalti pa gol. Krejt golat i ka dhënë me dorë. Edhe asnjë karton të kuq nuk e ka marrë. Ajo, tha kartoni kuq është te zgjedhjet, të cilat i ka përsërit. Po, normal. Çka nëse shkojmë prapë në zgjedhje? Unë për e them që prej asaj që unë e kuptoj edhe cila është mënyra, ose ta bëj pyetjen me drejt për drejt, sepse unë jam i bindën që qëllimi i Kurtit është